Pengon mënyra qysh nuk din mu sjell, nuk din qysh mu animator të me shkujt janë durt. A do të merrje një partner që ka pagën 500 euro? Jo. Lentiona, modele, aktore dhe pianiste, 3 fusha të ndryshme. Cila është më e afërt për shpirtin tënd? Natyrisht që pianiste, sepse jam e profesion edhe pianiste, por ju ushtroj të trijat këto edhe më pëlqejnë të trijat. Por të cila merr më shumë para? Wow. A me thonë të trijat, se të trijat marrë mjaftush më shumë. Momenti yt më i madh në karrierë, një fotosesion apo performancë në piano që s'do e harrosh kurrë? Performancë me piano, kam bërë koncertin e 2 recital, me të cilën kom pas edhe promovimin e librit, njëkohësisht edhe koncertin recital. Po du me veçu edhe një albumin Hënza, me të cilën e kom publiku ta shpejt. Për te imazhit publik, si është Lentiana si person? Unë jam shumë njeri i thjesht, e du punën, e du jetën edhe e shijoj shumë. Kaq. Për sa para do pozoje nudo? Për asnjë, sepse nuk pozoj, nuk do pozoj, kom thonë shumë intervista edhe shumë vene që nuk pozoj nudo, as nuk luj s'kina nudo. Para me djers apo qyll? Natyrisht që me ndjers. A ka ndonjë rutinë të përditshme për ta ruajtur formën fizike dhe energjinë artistike? Natyrisht që po, për mu më ka ndihmu shumë baleti. Si fëmijë kam qenë balerinë edhe natyrisht që formën e trupit e kom marrë prej ushtrimeve të baletit. Si e menaxhon vëmendjen e madhe që e merr nga fonsat dhe rrjetet sociale? Marrë shumë me qetësi, po të njëjtën kohë edhe të kesh. Konsiderohesh ndër vajzat më seksi, përgjithësi apo kompliment për ty? Natyrisht që kompliment. Sekreti yt për të qenë gjithherë atraktive? Postoj shumë, sidomos në rrjetet e mia sociale, edhe jam në aktive për çdo punë që e bëj, e shpërndaj, për shkak se unë punoj për ato që duhet me shpërnda sa më shumë për atë punën që e bëj. Mbase përmende postimet, sa shpesh postojnë foto me bikini? Derisa asnjë. Një mendim i yt i general për meshkujt kosovar? Mendoj që nuk janë hiç romantik. A mendon që jenë bo princesha? Shumë. Mbretëresha. Por çka të pengon më shumë ti tek një mashkull? Pengon mënyra qysh nuk din mu sjell, nuk din qysh mu qas me një femën, sidomos në ditët e sotme, dhe mendoj që nuk janë atë shumë gentlemana. Nëse do e përshkruaje sensualitetin tënd me 3 fjalë, cilat do të ishin? E bukur, tërheqëse dhe pak romantike. Cili është stili yt i preferuar në veshje, me shumë klas apo provokuese? Me shumë klas, natyrisht. A ka ndonjë projekt të ardhshëm që do të mund të na zbuloje ekskluzivisht? Natyrisht që po. Për momentin jam duke punu shumë me një emision me të cilën do ta drejtoj shumë shpejt. A je në një lidhje? Jo. A ka një mashkull ideal për ty? Çka të tërheq më së shumti tek një mashkull? Nuk jam në lidhje, por më thonë që sa animator
te meshkujt janë durt. A do të merrje një partner që ka pagën 500 euro? Jo. Ndërsa një partner që punon në baushtell? Jo.